Një situatë mes Eglit dhe Gjesit brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka bërë xhiron e rrjetit. Egli e ka pyetur Gjesin pse nuk e ka puthur kurrë para kamerave, ndërsa me Xhenetën e ka bërë një gjë të tillë. Pse me Xhenetën para kamerave, me mua jo, u dëgjua të thoshte Egli. Në pamje Gjesi shfaqe duke buzëqeshur, ndërsa shumë djegës komentojnë se ai po luan një lojë me ndjenjat e Eglit. Por më pikant ishte reagimi i Xheneta Fetaut në Instagram, e cila publikoi videon dhe e shoqëroi me një koment thumbues: "Suksesi jetës, me lut një mashkull me të puth", duke nënkuptuar se Egli po përpiqet të marrë vëmendje dhe afeksionin e dikujt që nuk është i interesuar për të. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.